Fundjavë me dua në xhepa, ky është realiteti që ka pllakosur prej vitesh qytetin bregdetar, në të cilin çdo të shtunë dhe të diel shem me qindra qytetar të Vlorës veç të bëjnë shëtitje, si dhe të ngrohen në diell. Çdo herë që ka motë të mirë në Vlorë, pensionistët janë ata të cilët ngrohen në diell, pasi vetëm kaq mund t'ju lejoj pensioni i tyre të bëjnë. Më tepër është e pamundur, pasi si tregojnë edhe vetë, nuk e kanë ekonominë. Ata pohojnë se nuk kanë lek, madje gjendja e tyre ekonomike është aq e vështirë sa tremben të takojnë edhe një shok apo edhe të ulen për kafe. Jo vetëm kaq, por me pensionet qesharake që kanë, pensionistët thonë se nuk ja dalin dot as për të jetuar, pa mbështetjen e fëmijëve, dhe jo më të mendojnë për të kaluar siç ata dëshirojnë fundjavën. Pasditet tregojnë se i kalojnë përpara televizorit, duke parë ndoshta edhe ndonjë ndeshje. Aq merr ti pensioni, mo ç'a fundjavë kërkon ti nëse? Me atë pension që merr, Jo, pa buk. Për i bret. Pse? S'kemi lek. Me 100.000 lek ç'a do bëjmë, ne flasim me vete. Me 100.000 lek pension. Pension, turpi botës. Ta kalosh fundjavën si do ti? Jo. Me ekonomi të fortë, të madhe. Po çfarë bën kryesisht të dielave, por edhe të shtunë? Po kur s'ke ekonomi, s'të bën zëmra të bësh asgjë. Vetëm shëtitje një adet. Vetëm me këtë qenie, ne asgjë tjetër. E ngron diell. Po ngrojta edhe në diell. Pim një kafe dhe bëjmë xhiro, çfarë do kaloj? Domethënë mundësitë e vetme që keni është xhiro nga adeti. Po çfarë në vit sikur se diti. 100.000 lek marri letë, 200.000 lek është pension. Me atë pension që ke apo me të ardhra që ke. Po ja kemi akoma në ndihmojnë fëmijët kur kanë. Po ja del do ta kalosh një fundjavë siç të do zemra për shkak. Tani ne jemi pleq ato gjëra edhe kanë ikur, po as një shok nuk takon dot të thuash hajde ulemi për kafe, jo bre. Është 1.000 lek kafe aty. Se nuk do të bëj. Po s'ka çfarë. Ja, kështu si më shikon. Për shembull, ma shpjego pak, çfarë bën për gjatë të dielave? Dalim të mamaja, bëjmë në një xhiro, ikim në shtëpi, shikojmë në një lajm, në një sport, sa të ketë, ja kjo është ditë e diell. Vetëm shëtitje, ngrohu në diell, ik në shtëpi. Po çfarë do bëjmë, pensionista jemi tani. Ke mundësi të bësh më tepër nëse do? Dua aman, po. Po me pensionet, me të ardhra që Po, ke, lere mos na pyet. Pse? Në nderuan, me kupton, nga 2.000 lekë, unë s'pi dot një rakje, një kafe. Si pensionistë jemi, dalim në një xhiro. Çfarë do bëjmë? Vetëm xhiro bën, domethënë vetëm kaq i ke mundësi? Po aq çfarë? Po do pim në një kafe aty, në një ujë dhe ulam, do ikim në shtëpi. Të ndodh që zgjedh këto lokalet më të lira për shkak të ekonomisë? Po më të lira aty janë të gjithë. Në Vlorë të vesh se Vlora njësoj janë, këteja po thuaj me 100 lek ndryshojnë që të bësh, njësoj që janë, për 100 lek. I ke mundësit që me ekonomi Po që mendësi, ta kalosh fundjavën? po pensionista jemi. Pensionista, themi mirë. Besoj se me atë Na ndihmojnë, apo jo? na ndihmojnë edhe fëmijët, ja kjo është. Pa ndihmesën e fëmijëve ja dilin? Po, ku t'ja dalësh? Me pensionet janë këtu. Janë qesharaka, apo jo? Po, qesharake. Si të kaloj, ja këtër buz, këtër në Lungomarja. Vetëm xhiro ke mundësi të bësh apo jo? Po, Pse nuk ta lejon ekonomia, çfarë ndodh? po ekonomia pensionist jemi ne, qartë themi ne, 5 leka kemi, ja në qose do pi një kafe, më tepër s'kam. Kaq, nuk ta lejon pensioni më apo jo? Po aq, po pyetëm sa merr ti. Sa më? 200.000 lekë marrun, kam 25 vjetë që kam dalë pension. Në një qikë si punë e mjot. Me këto 200.000 lekë, e kalon dot fundjavën si do ti? Jo, nuk e kalon dot, po unë kam fëmijë që më mbajnë, apo tjetë për ashtu unë, qartë të mund me pa buk me atë pension. Fundjava me xhepat bosh, e cila kalohet anës detit, anës mbretit, bregdeti Vlorës mbetet e vetmja mundësi e moshës së tretë për të kaluar kohën, për të dalë sadopak nga monotonia që i ka bërë për dhurat jetesa e vështirë dhe kushtet e dobta ekonomike.